Në një intervistë për gazetën italiane Il Giornale, kryeministri Edi Rama ka sqaruar pozicionin e Shqipërisë përballë kërkesave në rritje nga vendet europiane për të replikuar modelin italian të qendrave të emigrantëve. Rama ka prerë çdo pritshmëri të vendeve të tjera duke deklaruar se marrëveshja është një koncesion ekskluziv për Italinë për shkak të raportit unik strategjik dhe historik mes dy vendeve dhe se nuk do të shërbejë si një model i hapur për të gjithë. Pas vendimit mbi ligjshmërinë kanë ardhur kërkesa edhe nga vendet të tjera europiane, por dua të jemi qartë, është një koncesion ekskluziv për Italinë. Marrëveshja me Romën nuk është e riprodhueshme, theksoi kreu i qeverisë shqiptare. Gjatë bisedës me gazetaren Ana La Rosa, kryeministri u ndal të transformimi ekonomik i vendit tonë duke vënë në dukje rritjen e GDP sipas tij nga 10 në 27 miliard euro dhe shpërthimin e turizmit. Ai mbrojti me forcë projektet e mëdha infrastrukturore në Tiranë duke hedhur poshtë akuzat për riciklim parash, si të pabaza. Është çmenduri të flasësh për këto arkitektura në ndërtim si shembull flagrant të pastrimit të parave të pista. Të gjitha transaksionet për këto vepra ndodhin përmes bankave dhe këtu bankat janë në shumicë ndërmuese ndërkombëtare. Të mbrosh të kundërtën është e përshtirë, shpreh kreu i qeverisë. Një vëmendje veçantë u kushtua inovacionit dhe përdorimit të inteligjencës artificiale, ku Rama njoftoi se deri në 2028 çdo shërbim do të jetë digjital. Ai përmendi asistenten virtuale diella dhe planet për të kaluar administrimin e prokurimeve publike te teknologjia. Jemi në një pikë të mirë për të pasur prokurime publike të administruara nga inteligjenca artificiale pa ndërhyrjen e njerëzve, pra më transparente, deklaroi Rama duke shtuar se asistenti i ri digjital do të funksionojë edhe përmes FaceTime për ta bërë shërbimin sa më të thjeshtë për qytetarët. Në rrafshin gjeopolitik, Rama ndau pikpamjet mbi rolin e presidentit amerikan Donald Trump dhe të ardhmen e Europës, duke e parë zgjedhjen e tij si një nxitje për zgjimin e kontinentit. Mendoi se Trump është një mundësi për Europën që të zgjohet përfundimisht. Trump është një thumë për Europën sepse vendos gishtin mbi plag, por kurën duhet ta gjejë vetë Europa, u shpreh Rama. Ndërsa sa i përket sigurisë dhe komunikimit, ai shprehu shqetësimin për degradimin e gjuhës në rrjetet sociale, duke i cilësuar ato si një kënet plot infeksione dhe duke bërë të ditur se Shqipëria po bashkëpunon me TikTok për të rritur përgjegjësinë individuale në hapësirën digjitale.